Profeti alayhi salatu wasalam hyri në i'tikaf në 10 netëshin e parë të Ramazanit. I vjen Xhibrili alayhi salam dhe i thotë që ajo që e kërkon ti, pra për mirësisë, për natës së Kadrit, është para teje, është në ditët e ardhshme. Kështu që bëri i'tikaf në 10 ditëshin e mesëm. I vjen përsëri Xhibrili alayhi salam dhe i thotë që ajo që kërkon ti është para teje në 10 ditëshin e fundit. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i tha sahabëve radiallahu anhum, të cilët bëni i'tikaf me të, ai cili ka bërë i'tikaf me mua le të kthehet, sepse nata e Kadrit është në 10 ditëshin e fundit, në ndetet teke. Dhe mua mu tregua, thot, nata e Kadrit, por e harova. Pra Allahu ma bëri të haroj, dhe se pash në ëndër duke bërë sejdë mbi baltë dhe ujë. Thot sahabiu transmetuesi i hadithit se qielli ishte i pastër, por pa prit mas u shtuan ret dhe filloi shiu, dhe pam se profeti sallallahu alaihi wasallam vërtet bëri sejdë mbi ujin dhe baltën. Xhamia ishte xhamia e thjesht, e cila mbuloi prej lëkurave të palmave, në këtë 10 netësh në të cilin ndodhet nata e Kadrit, nata më e mirë e vitit. Kjo natë e mbushur me mirësi, me bereqet, me rahmetin e të madhit Zot subhanahu wa ta'ala, me bereqet dhe begati. Natë e cila shpërblehet shumë tek i madhit Zot subhanahu wa ta'ala për veprat e mira.